Qeveria australiane ka sinjalizuar mbështetje të plotë për çdo ndryshim ligjor që do të largonte princin Andrew nga e drejta për të trashëguar fronin britanik, duke theksuar se zhvillimet e fundit kërkojnë përgjegjësi institucionale dhe transparencë. Kryeministri Anthony Albanese i ka dërguar një letër homologut të tij britanik, Keir Starmer, ku shpreh gatishmërinë e Australisë për të miratuar çdo propozim që do të ndërmarret nga Londra në këtë drejtim. Debati është rindezur pasi autoritetet britanike po shërtojnë miratimin e një legjislacioni të posaçëm i cili do të garantonte që Andrew aktualisht i teti në linjën e trashëgimisë të mos të gjitet kurrë në front. Kjo nismë lidhet me hetimet policore mbi raportet e tij të dyshuara me financierin amerikan Jeffrey Epstein, çështje që ka krijuar presion të fortë publik dhe politik në Mbretërinë e Bashkuar. Si vend antar i Commonwealthit, Australia i njeh si kreun e shtetit të saj monarkun britanik Charles III, një rol simbolik që shtrihet edhe në disa shtete të tjera. Për këtë arsye, çdo ndryshim në rendin e trashëgimisë kërkon dakordsinë dhe koordinimin e vendeve që ndajnë të njëjtin sovran. Në letrën e tij, Albanese thekson se akuzat janë serioze dhe se duhet të ndiqen nga një proces i plot ligjor, duke nënvizuar se opinioni publik australian pret standarde të larta integriteti nga figurat që mbajnë role kushtetuese. Sipas tij, mbështetja për propozim britanik është një hap për të ruajtur besimin e qytetarëve në institucionet monarkike dhe në sundimin e ligjit.